Ramadan, welcome holy month. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. E lusim Allahun të na mëson të dobishmen, të na mëson khairin, e më pastaj të na sjell dobi nga ajo që e mësojmë, dhe lusim Allahun xhelle shanuhu me na shtu ilmin, wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj or Allah ma shto diturin. Vlezër, ja pra 10 dit agjerim dhe 11 dit taravi shkuan, atë shpejt sa qelja dhe mshelja e syve. Qofshin ato dit që kanë shku, ka pas ecja apo uri, ndoshta ka pas vështirësi, njerëzit nuk janë të njëjtë, por të gjitha u harun. U harun edhe ditët e atyre të cilët ndoshta nuk kanë agjeru pa kur far arsye. Ndoshta kanë ndjedhur ato lezet ushqim kur kanë hangë, kur i kanë pa tjerët se nuk hanë dhe nuk pinë, e këto kanë hangë dhe kanë pi dhe jonë knaq, edhe ajo atyre ka kalu. Kjo i përngjan një fjalës që ka thonë Ibnul Gjauzi, një prej dietarëve, prej selefëve të madh të këtij dinit, ka thonë: inna mashaqqati at-ta'atu tadhhabu wa yabqa thawabuha. وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها. كن مع الله ولا تبالي ومد يديك إليه في ظلمات الليالي وقل يا رب ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا الآخرة إلا بعفوك ولا الجنة إلا برؤيتك. Thot, vështirësit, lodhjet e ibadeteve edhe ato kalojnë, por mbetet shpërblimi, mbetet sevapi. Po ashtu edhe knatësit e mëkateve edhe ato kalojnë. Edhe mëkati për dikon ka knatësi, ka lezet. Thot anise, edhe ato kalojnë, por ngelen kush? Ngelen mëkati. Thot kun ma Allahi, kushtoni kësaj vëllezër rëndësi, kun ma Allahi wala tubali. Qëndra gjithmonë me Allahun dhe pes pare mos jep. Wa mudda yadayka ilayhi fi dhulumati al-layali. Dhe në pikën e natës shoj durët e tua dhe thuj: ja Rab, ma tabet ad-dunya illa bi dhikrik. Kjo dunja fare nuk do të kishte lezet nëse nuk ishte përmendja jote. Vëllezër, të kishim jetuar në dunjë pa e përmend Allahun subhanahu wa taala, do të kishte jeta lezet? Do të ishte një lloj e barabartë si jeta e shtazëve, si jeta e kafshëve. Kjo përmendja Allahut subhanahu wa taala ta ringjallën shpirtin, ta qetëson zemrën. Ela bi dhikrillah tatma'innul qulub. A ka diçka që i kënaq zemrat përveç se kush? Dhikri, përmendja Allahut. Prandaj çka thot? Ma tabeti dunya illa bi dhikrik. Dunjaja pa përmendjen tënde nuk do të ishte e mirë. Wala al-akhiratu illa bi afwik. Edhe ahireti, dita e llogaris, mos t'ishte falja Allahut të xhelle shanuhu. Wallahi prej kësaj dynjoje nuk do të kishim rahat. Do të na kapte sikleti, friga, ankthet, pse Allahu nuk fal. Po ku i kemi ne shpresën? Wallahi ne më shumë i mbështetemi mëshirës Allahut, faljes Allahut subhanahu wa taala se sa punëve tona. Edhe kjo realitet, se sicilit prej neve i kujtohen mangësit, i kujtohen gjinafet, i kujtohen lëshimet, i kujtohen dhe ma në fund çka mendon? Ma në fund i mbështetet mëshirës Allahut, faljes së tij subhanahu wa taala. Prandaj Aisha radiallahu taala anha, kur e piti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o i dërguari Allahut, çka nëse unë mendoj se kjo mund të jetë nata e Kadrit, çka të them? Nëse kjo
natë kom shpresa dhe diçka po më thot, po më përshpërit se kjo është nata e Kadrit, çka të thom? Tha Muhamedi a.s. Kuli Allahumme inneka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Or Allah ti e falës, e don faljen, më fal mua. Nuk e përmendi Muhamedi a.s. maghfire, se afu çka është? Afu është ai kulminacioni i shlirjes së mëkatit. Çka? Nuk ngelen gjurmë askund. Kur Allahu të bën afu, të fal, nuk ngelen gjurmë të mëkati. Prandaj tha Muhamedi a.s. thuj, or Allah ti e falës, e don faljen, më fal mua. Ma tabet wal akhiratu illa bi afwik. Dhe ahireti nuk do të ishte i mirë nëse nuk ishte falja jote. Shiqo vëllezër, çka thot për xhennetin? Walal jannatu illa bi ru'yatik. Edhe xhenneti nuk do ta kishte lezetin e vet, kënaqësinë e vete, nëse nuk ishte shikimi i jon në fytyrën tënde, subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, këto janë fjalë me të vërtet shumë të mëdha. Kalojnë ditët, kalojnë netët, por ngelen sevapi. Kalojnë lodhjet, shumë prej nesh e ka lodhje me uqu me fal namaz, dikush edhe për sifir, e kështu me radh, kalon edhe ajo. Po edhe ai qetri që ndi lezet dhe flen, edhe ajo e tia kalon. Por tek i pari kalon lodhja dhe raskapitja, por ngelet sevapi. Te i diti kalon knatësia, lezeti, por ngelet gjinafi. Dhe se ne do të flasim rreth islamit, po edhe rreth muslimanve, në të kaluarën, në të tashmen, edhe në të ardhshmen. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon neve për fillimin e islamit. Ju drejtohet sahabeve me këtë ajet. Shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju drejtohet me këtë ajet, me këtë fjalë. E neve na thot, shiqoni çfarë gjendje kanë qenë ato. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard, takhafuna an yatakhattafakum an-nas, fa'awakum وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون." Allahu i thot sahabeve, pasi ato e themelun shtetin e tyre, ishin siguri, ishin rahati, tha: "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard." Ju sahabi, kujtoni atë ditë kur ishi ju pak, mustad'afun, ishi njerëzit më të dobët në rruzullin toksor. Takhafuna an yatakhattafakum an-nas, ishi aq në frikë, në ankth, dhe kishi frikë si në çdo moment mos ju rrombej njerëzit. Pse? Ishin pakic, ishin 10 vet, ishin 20 vet. Edhe si qëndronin ato shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato qëndronin me një frikë të madhe. Ishin pakic. Edhe ndodhte kështu me të vërtet, ishte dikush duke ecë, e kapte dikush prej mushrikëve, e hupte, e burgoste, edhe askush nuk dinte asgjë. E Allahu ja kujton sahabët, thot: "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard." Kujtoni atë ditë kur ishi ju një pakic e vogël dhe ishin njerëzit më të dobët në botë. Takhafuna an yatakhattafakum an-nasu, dhe ju kishi frikë që njerëzit mos me ju rëmbi juve. Fa awakum wa ayyadakum bi nasrihi, e Allahu subhanahu wa ta'ala ai ju strehoi juve. Wa ayyadakum bi nasrihi, dhe ai ju ndihmoi juve me ndihmën e tij. Pastaj wa razaqakum min at-tayyibat, dhe Allahu ju furnizoi me shumë të mira. La'allakum tashkurun. Që vëllezër sahabeve, Allahu subhanahu wa ta'ala ja kujton këto. Edhe pse sahabët gjithmonë e kanë kujtuar të kaluamën e tyre, si kanë jetu, si kanë vujt, se e pa ndallim jo si nata me ditën, e adhurojnë Allahun tash, nuk i frigohen askujt. Një ditë vëllezër, është një hadith shumë interesant e kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihut e atyre të dive, nga një sahabi e ka emrin Khabbab ibnul Arat. Tash unë ju bëj një pyetje, a njeh dikush diçka këtë sahabi, a njeh diçka për këtë sahabi Khabbab ibnul Arat? Ne, tjetër, ne Allah që problem. Ne e di vëllezër se Bilali ka vujt shumë. Pse e din gjithë bota? Se Bilali është vujt në sheshin e njerëzve, në publik. Khabbab ibnul Arat ja te kalon Bilalit me vujtjen. Dhe ka thonë Bilali, askush nuk mundet me folë për vujtjet, përveç se Khabbab ibnul Arat. A dini çfarë vujtje ka pas ki? Ki ka qenë një skllaf i një mushrikes të Mekkës, e ka pas emrin Ummu Ammare. Ajo si e ka dënu këto? I ka nxeh zhigjetat edhe ja ka shpu shpinën. Ka pas do kapuça prej metali, e ka nxeh dhe ja ka fut këtij në kokë.
derisa o shujt, të me thonë temperatura e saj është ftohtë. Një ditë Omeri duke folë, tha o Khabab, nuk ka drejt dikush me ardhë këtë mexhlis përveç se Ammar ibn Yasir, Bilalit edhe ti. Ki tha, ja emir el mu'minin, a bën me tregu diçka unë? Tha çka? Kur e nxorr ki shpinën, gjithë shpina e tij e djegur. Omeri tha, vallahe, kur nuk kom mendu dhe kur nuk kom pa një gjotë tillë. Khabab ibn al-Arat vëllezër. Këto e shputoi Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu Bilalin, por ki mbet një kohë gjatë qështu. Kur i jepte ajo leje me dal, ki ku shkonte mirë të mësim të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë u bë vujtja e madhe. Edhe ki Ammari e do tjerë erdhën të pejgamberi alaihi salatu wasallam. Thot Khababi, shekona ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا. Shkum tha një ditë e pam pejgamberin alayhis salam ishte pështet dhe me atë gjybën e tij e kishte mbulu kokën e tij dhe rinte te qabja. Fillimi i Islamit. Sa kish fillu Islamit për hapet në Mekke, atëherë filloi dhuna, kulminacioni i dhunës. Këto deri në atë deregje kanë duru Khababi dhe thot shkumi, tham ja Rasulallah, ela të da'u Allah lana, ela të stansir lana, a nuk e lutë Allahun për ne të në shputone, a nuk e lutë Allahun Gjelleshanu të në ndimone neve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam si ishte thot, kane rrajulu fima kane qablakum, juhfaru lahu fil ard, فيجعل فيه ثم يجاء بمنشار فيوضع على رأسه فيشق النصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه شيء والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Pejgamberi alayhis salam ndëgjoi tha, pasi i tha kja se lutë Allahun për ne, a nuk kërkon që të në ndihmone Allahu, u që Muhamedi alayhis salam tha ndëgjoj. A e din tha çka ju ka ndodhur atyre para juve. E kanë marrë një person, ja kanë hap varrin, e kanë fut aty deri në brez, ja kanë pru sharën, e kanë ndan di pjesë. Vallahi nuk ka dal prej fejes Allahut, nuk ka lëviz hiç. Tjetrin e kanë marrë me kreher të hekurit, kanë pas kreher, kërhani çka është, ka qenin prehet edhe trupin e tij ja kanë krehur. I dilte than mishi gjithë, i ngelte vetëm eshtrat ngelshin. Wallahe nuk largoheshte nga feja Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tha Muhamedi alayhis salam, wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr. Allahu ka me vazhdu këtë fe, këtë din. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Derisa do të ece udhëtari në këmbë prej San'a deri në Hadramaut, afër 900 kilometre, 890 e diçka kilometre. Ka qenë rruga ma e rrezikshme, s'u ka hecë njeriu edhe ditën. Ka pas hajna, e kanë marrë pasunin, i kanë bit njerëzit, s'ka guxu askush. E tha Muhamedi alayhis salam, ka me ardh dita që do të eci njerëzit pis San'a, Hadramaut, të di qytetet që janë në Yemen këto, nuk i frigohet askujt, pes pare s'jep, a dita nat do të ece pa frikë. Vetëm se Allahut, ose frigohet ujë ku mos me ja rëmbi dhend, të di gjëra do t'i kitë. Çka i tha më në fund? Walakinnakum tasta'jilun, por ju nxitoni. Me këtë çështje Muhamedi alayhis salam i dha mësim umetit vet. Mos mendoni ju secili prej juve që kontribon ta shohë edhe ai rezultatin. Mundet ti se sheh rezultatin, or vëlla, dhe ta shohim breza tjerë që do të vinë. Mos bati një punë që ti ta bësh dhe ti ta shfrytëzosh. Sa prej sahabeve luftën e Uhudit vdiqën, a nuk vdiqën 70 shahida shkun? 70 shahida. Bile Mus'ab ibn Umair i vëllezër, që ai ishte krijesori që gjithë Islami u përhap në Medinë. Nuk pa asnjë të miraj. Luftën e Bedrit, luftën e Uhudit, ra shahid. Thonë sahabet, vallahe, kur e kena qefinos ato, kur janë mbuloshim kokën, i shpaloshin kombët, kur janë mbuloshim kombët, i shpaloshte koka. Me thonë që pejgamberi alayhis salam tha, walakinnakum tasta'jilun, ju po nxitoni. Ato sa kanë vujt sahabet, sa tortura i kanë pa, megjithatë Muhamedi alayhis salam tha, shiqoni, rruga për me arrit te qëllimi, kjo është kjo rrugë. Wa
huffetil jannatu bil makarih, dhe rruga për në xhenet është me vështirësitë e shtruar. Wa huffetin naru bish shahawat, rruga për në xhenem është e shtruar çka me qefe, me epshe, me dëfrime e kështu me radhë. Kurse rruga e xhenetit është me gjemba, me fera, me rrezik e kështu me radhë. Walakinnakum tasta'jilun, ju tha Muhamedi alayhis salam, po nxitoni. Për më arrit tek Allahu subhanahu wa taala, nuk arrihet me njëre prej sot me shku nesër. Kjo çështje, kjo fe kërkon durim, kjo fe kërkon sakrificë, kjo fe kërkon vazhdimsi dhe asnjëherë mos me u dorëzu. Kështu është suneti i Allahut subhanahu wa taala në tokë. Prandaj thot Allahu xheleshanu me një ajet i përgëzon besimtarët dhe thot: "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim." وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allahu thot ka dhon premtimin e plot. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu premtimin e tij nuk e thën kujt. Alladhina amanu minkum wa amilu s-salihat. Atyre që besuan për juve dhe veprun vepra të mira. Ka pas edhe prej Benu Israilëve periudha që nuk kanë fregu Allahut subhanahu wa taala, nëse e shikon periudhën e Davudit alayhis salam, Sulejmanit alayhis salam, çka e kanë adhuru Allahun, ju ka dhënë Allahu mirësi, kanë bë vepra të mira, e çka tha Allahu, la yastakhlifannahum fil ard. Ka me i bo Allahu atë në tokë me qenë khalife, me qenë atë sundimtar, me sundu me drejtësi dhe me qenë krenar. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dhe do t'u bën Allahu xheleshanu fen ndaj të cilës Allahu është dakord. Wa raditu lakumul islam dina, dhe unë vazhdova që Islami të jetë feja juaj dhe ju të kënaqeni dhe të jeni dakord ndaj Islamit. Ta zbatosh Islamin pa problem. Shiqo vëllezër, me for realitetin. Edhe ne në këtë vend e adhurojmë Allahun xheleshanu, nuk kena problem. Falim namazin, agjirojmë, të gjitha çështjet mund t'i krish. Kena me të vërtet një lloj rahatie. E shohim se kanë filluar çështjet ngadal me u ndryshu, por megjithatë nëse flasim për tashmen, a e din edhe njerëzit se këtu ka xhami, jo muslimanët e din. A e din se këtu vinë vetëm muslimanët e din. Ti je i rahatshëm, je. Ndëgjojmë andaj kënej diçka, por përgjithësi ato janë çështje të vogla. Nuk mundet ato atë çështjen globale të rahatisë dhe të sigurisë ato me e dëmtu. Ti rrin rahat, falesh. Prandaj tha Allahu: "Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Dhe ka Allahu me janë ndryshu prej frikës me i bo me qenë atë të sigurt. Kështu kanë qenë gjithmonë koha, periudhat. Herë muslimanët që frigu, pastaj Allahu subhanahu wa taala ju ka sjell atyre siguri. A e dini vëllezër, Allahu xheleshanu gjitha këto që ka i përmendën, ku i bazon? Më këmbës në fe, sundimtar. Tjetra, e zbaton fe në siguri. Tjetra, largohet friga, vjen siguria. Çka tha Allahu? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Këtu qëndron gjithë çështja. Te besimi, tauhidin Allahun subhanahu wa taala. Kur ka tauhid me një vend, wallahi, merr shembull, unë nuk përmend shtetet. Shiqoni ku zbatohet tauhidi, ku zbatohet suneti pejgamberit alayhis salam, ku luftohet shirku dhe bidati, ato njerëz janë më të sigurt, më të lumtur gjithë botën. Kjo është fakt. Mendo ti tash vetë shtetet, filan shteti e tjetri, ku ka tauhid, ku adhurohet Allahu, ku nuk ka tyrbe, ku nuk ka bidate, ku nuk ka risi, ku ka sunnet, ku ka tradit profetike, ku ka në menhegjin e të parve, atë njerëzë gjithmonë të lumtur. Pse? Allahu tha ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Se ato më adhurojnë vetëm mu, e largojnë shirkun, nuk e donë ato shirkun, e refuzojnë shirkun. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. E kush pas kësaj bën kufër, bën shirk dhe ata janë fasika. Me një hadith vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, këtë hadith e kanë nxjerr edhe kjo është në sahih, por nga një sahabi i cili ishte krishter. Cili sahabi, tash pyetje, e ka pa Dejjalin? Është vetëm një sahabi që e ka pa Dejjalin. Edhe e ka pru hadithin e Dejjallit. Ka qenë Ramazan imamaj, për taravih e kanë saktu imam. Temim ad-Dari. Thot Temim ad-Dari ka thonë pejgamberi alayhis salam: "La yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar wa la yudkhilanna Allahu hadha ad-din
ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخلها الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعزه الله الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر. Thot pejgamberi alayhis salam, kjo fe ka me ari aqe ku arin nata edhe dita. Dhe nuk le Allahu subhanahu wa ta'ala shtëpi që është ndërtuar prej balte. Shtëpiat prej balte, a dini çfarë qëllim ka pas pejgamberi alayhis salam? I ka pas për qëllim se atëherë prej balte nuk ka qenë diçka e thjesht me ndërtuar diçka. Qytetet i ka ndërtuar, ato i ka ndërtuar prej balte, murët. Wa bejte wa barin, edhe shtëpia që kanë qenë prej kashte, dhe më thonë në për shkretir, në për vende tjera, illa vetëm se Allahu ka me fit këtë fej. Kure ka thonë Muhamedi a.s. feja islam e vlezër, nuk ka qone për hapët, Mekë dhe në Medine, dhe askun tjetër. E Muhamedi a.s. kur ju tha sahabeve, se ki din do të mrinë, a që ku arin nata edhe dita, wala yetrukullahu bejte medarin wala weber, nuk le Allahu asë një shtëpi e cila është ndërtuar me prej balte, atëherë këto kanë qenë shumica e shtëpive, qytetet prej balte ndërtuar, domethënë tullat prej balte, edhe ato në shtëpia që ndërtuar prej kashte, vetëm se Allahu ka me fut islamin. Me çka? Bi izzi azizin, me krenarin e atij krenarit, domethënë me muslimanët që kanë shkuar kanë përhap fejen islame, au bi dhilli dhalilin, apo me poshtërsinë e atyre të poshtërive. Këtu tash është interesant. A mundet edhe ai poshtëri me bo davet? A mundet ai poshtëri me qenë shkak për me u përhap islamin? Po vëllezër. Këto flicina çka i bëjnë na për kisha, thirrësit, prisat, e çka i bëjnë jo muslimanët në emër edhe të fejes së tyre, kjo ju kthehet me të vërtet kundra daveti atyre dhe pro davet për islamin. Çka tha pejgamberi alayhis salam, me krenarinë e krenarëve dhe me poshtërsinë e poshtërive. Sa e kanë pranuar islamin kur kanë pa shembull se te një farkishe pasi që është ndruar në xhami kanë gjetë mrenda aty mira kocka të fëmijëve që i kanë dhunuar dhe i kanë fut aty dhe nuk ka pas drejt askush shkon edhe ta donon e priftin se djali erdhi në kish, por nuk u kthyi prap. Ka dalë prej kishe, zonin mos ta ndëgjoj. Hec. E kështu me radhë. E këtë çka ka qenë kjo sebeb? është boqi shumë prej atyre jo muslimanëve krishterëve ta pranojnë fenë e Allahut, ta pranojnë fenë islame. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.